mëngjesi në Finlanda. Si që shihni gjendjen, është super ftohtë, sot na ka dalë dielli dhe është -15 dhe ne me Xhesin kemi dalë 6 minuta kohë për të kapur autobusin. Do shkojmë në qendrën tregtare dhe te Fida, te fiksimi im. Dhe të dalësh me Xhesin është vrap. Kemi ardhur në shtëpi, morëm të gjitha gjërat, dolëm vetëm për të parë, por nuk e dite e Fida, kishte goxha gjëra të lezetshme, kemi marrë një 4-5 gjëra aty, por shkuam edhe tek Jysku. Te Jysku nuk regjistrova asnjë gjë sepse i njëjti vend gjithmonë, thashë t'ju tregoj gjërat që morëm. Tani po filloj nga gjërat e Fidës, shikoni pak se çfarë panorame të bukur ka marrë. Më pëlqeu shumë kjo korniza e kësaj, është druri edhe kjo piktura, por unë kam menduar që t'ja ndroj këtë pikturën nga brenda, sepse kam porositur te Temu disa gjëra dhe organizuese që më duhen për dollapin, për komedinën e dhomës së gjumit, edhe kam porositur edhe një panoram, që ata nuk të sjellin panoramën në kornizën, po të sjellin vetëm atë fletën e printuar, si mund të themi. Edhe t'ju tregoj pak, e kam marrë për ta vendosur tek këndi im I kafes, tek mikseri, tek ekspresi, tek kafet që kam atje, dua ta bëj bukur bashkë me finxhanët. Tani që po kujtojmë, duhet kisha shtuar edhe diçka tek ajo lista, një gjë si tip raftesh të vogle që të vendos finxhanët, por s'ka gjë. Ja, kam marrë këtë këtu. Ja. But first, coffee, Cafecito, nuk e di si mund ta shqiptojmë këtë. Edhe më pëlqejnë këto ngjyrat, edhe kjo e kuqa me këtë ngjyrën e ullirit, ngjyrën jeshile, do shkoj shumë bukur. Tjetër, çfarë mora tek Fida? Shikoni pak, një finxhan, sa I bukur. Kjo nuk kishte tas, shiteshe kështu siç ishte. Edhe kjo ishte €1.50. Por shikoni pak se sa I bukur që është. Më pëlqeu shumë për të bërë në një kafe cappuccino. Vdiqa, janë shumë të bukura. Pastaj edhe ky finxhani ishte tek. Shikoni pak se sa I bukur që ishte. Ishte I ri, 80 cent bënte pjata, kurse finxhani brenda €1.50 dhe shikoni sa I bukur që është për të bërë cappuccino. Nesër do bëjmë cappuccino te kjo, do t'i vendosim t'i lajmë në lavastovile që të gjitha mirë. Tjetër tek Fida, shikoni. Tani ju e dini që unë atje bëj goditje shumë të bukura, I mbani mend këto, I kam marrë tek Fida dhe janë shumë të bukura kur shtron tavolin për të vendosur djathra, gjëra të ndryshme. Sa I pam këto, I morëm, ishte €4.50 njëra, por që ja vlen sepse janë dru, material druri, kanë këto detajet e goldit këtu, do t'i laj mirë, edhe do t'i lëm që të thahen. Shpresoj që t'i dali pak kjo shenja që ka këtu, edhe unë ka stile, sepse kam bërë dhe një herë tjetër kur kam shkuar atje, kur ka në një dëmtim të vockël ose kështu, ja u tregoj atyre te kasa dhe ato të bëjnë ulje, kështu që na bërën ulje për këtë, edhe I morëm të dyja, një për krip të trash ose krip Himalaje, tjetë e trash që mund ta grim edhe për piper të zi. Do t'i laj këto dhe kur vit Xhesi t'i rregullojmë. Tani, një blerje shumë e zgjuar, që po shkoj ta marr tani, jo e kam këtu. Një blerje shumë e zgjuar. Tek dhoma e gjumit ju e dini që unë I kam perdet e bardha siç I kam këtu. Por duke qenë se dollapet I kemi të bardha, komedinat I morëm të bardha dhe është bërë pak shumë me bardh, si dhomë. Edhe unë mora një perde që e kisha parë edhe në Temu, se thash mbasa I gjem perde të trasha dhe Rai I ka marrë aty dhe janë goxha cilësi e mirë. Dhe thash t'i merri aty ishin na 20 ca euro, ashtu modeli që unë I doja ose të plota. E gjeta këtu te Fida. Tani, kjo nuk e kishte etiketën e çmimit, nuk e kishte fare. Edhe ajo ma la me €5.50. Është 2 metra perde. Edhe është lino e plot, shikoni pak se sa e bukur që është. Ja, ta afrojmë pak. Edhe ka këtë ngjyrën bezh të mbyllur. Nuk e di, ishte fiks tamam si ajo që doja unë të merja për tek dhoma e gjumit. Për tut e sallonit do t'i lëm kështu,
sepse mobilet i kemi kafe, i kemi të zeza, kemi bezh, kështu që perdet janë në rregull, por për të dhoma e gjumit e doja kështu, do t'i fus t'i laj direkt, sepse dje kam bërë gjitha punët e shtëpisë, pavarësisht se tani është bërë rrumuj me qeset që ne blem, dhe do t'i mbledhim dhe do vënë një fshes, do rregullojmë edhe lulet, t'i ndroj pak vazon lules tek dhoma ime, dhe do t'i lajmë këto, thahen direkt, në fakt unë nuk pres fare të thahen perdet, i var ashtu, edhe rin tamam siç duhet. Tek jysku tani. Te jysku unë doja të merja ambazhur për komedinat e dhomës, dhe kam marrë këtë modelin këtu, morëm edhe lampën e vogël brenda, por ajo goca tha, ajo ju bën, ne i provojmë tani dhe duhet t'i ndrojmë lampat, sepse nuk i vrinte. Ky është modeli, është kjo kashta, me këtë ngjyrën bezh, dhe çuditërisht kjo ngjyra. Edhe ngjyra e perdes janë njësoj. Kjo ngrihet, ri e lartë, do me thënë do ja u tregoj për pak, sepse njërën e kemi vendosur që të shikoja se si duke, do e vendos dhe tjetrën pastaj, dhe do ta kombinojmë me perden, edhe det shumë e bukur. Këto ishin bërë me ulje, nuk e di se sa ishte çmimi fillestar, por e kam faturën këtu. Jysku, më duket është kjo? Po, jysku. Ambazhuri nuk e di, ne i morëm 15 euro një, nga 25 ishin bërë, po, nga 25 ishin bërë 15 euro një. Mos t'ja fus kot, më duket, po del të shikojmë. Po, nga 25 ishte bërë 15 euro një. Dhe ishte një goditje, një gjetje shumë e mirë. Mua më pëlqeu një ambazhur, që doja u lë foto këtu, tek Fida, ishte 36 euro, ai i thjeshti, kurse ky tjetri që është më poshtë, që ka të punimin si në gri, bishtin, trupin e ambazhurit, ai ishte 100 euro. Por ishte, nuk e di, më ka ngel fiksim, por po t'ishin dy, mbase edhe mund t'i merrni, po ishin pak të mëdhenj për dhomën, për komedinë, se komedina është e vogël, po të vënë dhe atë aq të madhe, mbase nuk do t'dukej dhe aq mirë, po unë do t'ja gjeja vendin, po ta merja, mund ta vendosja edhe këtu në sallon. Por gjithsesi nuk e morëm, na u dukën goxha lek 100 euro për bler një ambazhur të vogël tavolina, por hajt më. Mora dhe 2 jastiqe, duke qenë se këtu tek salloni, tek këndi, kemi vetëm 2 jastiqe, edhe duhet ta mbush pak. Kam parë një foto shumë të bukur në Pinterest, po ja u lë këtu për referencë, dhe isha inspiruar nga ajo fotoja, sepse dua që ta mbush pak me jastiqe dhe në forma të ndryshme. Këtë jastikun këtu, Gjesi e kishte parë dhe një herë tjetër dhe i kishte ngel si fiksim, dhe sa e pa sot ta mua më pëlqen kjo. Edhe është mos t'ja prish në zgjedhjes të ti, e mora këtë. E morëm dhe këtë, sepse tapeti i ri që ne kemi shtruar, se kemi bler dhe një tapet, e ka bler Gjesi kur unë kam qenë në Shqipëri, por duke e zgjedhur të dy, ka parafërsisht këtë ngjyrë, edhe do ngjaj shumë bukur. Unë dje ndrova edhe klëfët e jastëkve, ndrova edhe mbulesat e divanëve, do t'i laj pastaj. Mora dhe këtë këtu, që se bukur është kafe, dhe më vonë mund të gjej edhe klëfa ndryshe, material ndryshe, edhe mund t'ja ndrojmë edhe ngjyrën edhe materialin e klëfit. Unë do t'ja heq pastaj këto, besoj se hiqen, si jam e sigur, që t'i laj. Por më duket se nuk hiqen këto, nuk hiqen. Pasqyra që më dha Rai dhe është më e madhe se ajo që kisha. Shikoni pak sa bukur, kam këtu 2 lulet, por nuk jam e sigurt pak për këtë shportën që ma kishin futur në një dollap dhe ka marrë një formë të çuditshme, nuk e di se si do ta rregulloj. Vendosa këtë batanien që edhe mund ta përdorim, ta hedhim këmbëve kur rrim këtu duke parë në një film, por edhe mund ta lë në këtë lloj vendi, do me thënë pa e lëvizë, po se si më duket, se ka marrë një formë shumë të çuditshme ajo. Kjo pasqyra ka këtë ngjyrën e kafe të pjekur, edhe ngjan shumë bukur te salloni jon, bashkë me lulkat e mia. Tani, mbarova së fshiri shtëpinë, do ju tregoj pak se si duket ambazhuri tek dhoma e gjumit, edhe do merremi me dollapin e rrobave të mia, sepse është në gjendje skandaloze. Unë nuk e kisha lënë në shumë gjendje të mirë, sepse merr rroba, sill rroba,
por edhe robat që kisha në Milano, ja dhash Gjejsit me vete që t'i sillte këtu, dhe si që janë burrat, i kishte marrë nga çanta dhe vetëm i kishte futur kështu shuk aty brenda në dollap dhe ja rrëmuj. Tani duhet i rregulloj dhe ato edhe jemi në rregull për sot. Kam për të rregulluar edhe një lulen e dhomës që mos ta shty dhe më shumë. Shikoni pak pamjen. Kjo është pamja që ne kemi. Jashtë kemi diell dhe plot me dëbor. Mbaroj dhe lavatriçja dhe të hapim edhe rrobat, t'i palosim, të vendosim dhe perden e re, që mezi pres të shikoj se si do duket. Duhet të gjithë ato goglat. Kështu duket edhe perdja. Më thoni pak, a ju pëlqen apo jo? Mua më duket shumë bukur, bashkë me çarçafët, me çdo gjë tjetër. Këtu te komedina mora dhe 2 tulipane nga tufa që kam, nga buqeta që kam tek salloni, edhe vendosa këtu te koke krevatit. T'i japim pak ngjyra dhomës, aty kam vendosur rushin, ndërsa këtu te komedina e Xhesit e kam lënë vetëm me ambazhurën e vogël që mos t'ja rëndojmë, se burrat e dini jo që s'kan shumë qef këto gjëra. Tani do ju tregoj një pako që më ka ardhur këtu e 3 javë para pothuajse, është një bashkëpunim. Jeni gati për të parë pakon që më ka ardhur nga Raboesi. Është hera e dytë që më dërgojnë këpucë. Këtë herë bashkëpunimin e kam për Instagram dhe duhet të krijoj content për Instagramin dhe duhet ta bëj sot patjetër kur të vi Gjesi. Pastaj do më ndihmoj që t'i bëjmë fotot këtu në dëbor. Kam menduar pak a shumë se si i dua fotot. Duhet të zgjedh pak edhe një outfit të lezetshëm në mënyrë që t'i kombinoj me këpucët që më kanë ardhur. Tani, po mundohem ta hap në këtë lloj mënyre. Dhe shikoni pak sa detaje të bukura. Këtë kartolinën ose letrën e vendosin gjithmonë në përpako, edhe janë shumë detajiste dhe i dërgojnë në një mënyrë të paketuar që këpuca, çdo gjë që ju porosnisni mos të dëmtohet. Unë i kam parë, normal, se s'mu duroje, sa erdha e pash pakon, shikoni pak, kam zgjedhur një palë gjysmë çizme, me këtë materialin sued, më duket quhet, dhe shikoni pak se sa të bukura që janë. Unë e di që këto besoj në tani në dëbor nuk vishen, sepse ky lloj materiali nuk bën për dëbor, plus që edhe rëshkasin, por unë do t'i marr në një qese, në një çantë, dhe do t'i vesh vetëm sa për të bërë fotot për bashkëpunimin, dhe kur të hapet koha dhe mos kemi kaq shumë dëbor, do t'i vesh. Brenda kanë këtë pjesën e bukpeshkut dhe këtë gjën që t'i ri forma siç duhet. Tani, më thoni pak se si ju duken, sepse mua më pëlqejnë shumë dhe kam parë dhe shumë vajza në Pinterest, ide do me thënë veshjes, me këto lloj çizmesh, që janë shumë në modë dhe pëlqejnë shumë. Në fakt, mua më pëlqejnë shumë, kur i pash tek website-i, sepse në përgjithësi ato kanë ato tabis që unë i kam, që i lash në Tiranë, sepse këtu s'kam ku i vesh në këtë kohë, dhe thash, duke qenë se unë i kam, të merja një palë çizme. Janë shumë të bukura dhe do shikojmë tani bashkë një veshje që do ta kombinoj për të veshur me këto çizme dhe të bëjmë disa foto të bukura. Nëse doni t'i hidhni një sy website-it, do ja u lë në description box edhe të shikoni, sepse çmimet nuk janë shumë të larta, janë normale edhe mund të zgjidhni këpucët që ju doni nëse i keni qef këtë lloj stili. Tani po e fus prap tek kutia, sepse duhet i bëj dhe një video për Instagramin, një video të shkurtër, në mënyrë që t'ja bashkëngjis postimit që do hedh mbasdite. Kam menduar edhe diçka tjetër, duke qenë se ka filluar muaji i Ramazanit dje, kam menduar që të bëjmë përdit receta në Instagram. Hidhni një sy faqes time, do ja u lë këtu poshtë dhe do keni receta të ndryshme, sepse vajzat që bëjnë content e din që është shumë e vështirë të regjistrosh njëkohësisht edhe për Instagramin edhe për YouTube-in. Pra shumë receta do t'i gjeni tek faqja ime e Instagramit. Disa prej tyre që unë do mundohem t'i daj me juve edhe këtu në YouTube. Këto bijamet janë ato që u mora te Primarku, por bluza më ri pak e ngushtë edhe krijon këto hapjen këtu, por nuk ka gjë. Tani çfarë do t'ju tregoja tjetër? Do zgjedhim bashk outfitin e fotove të bashkëpunimit. Këtu kam edhe rrobat që kam hapur, që i ndeva
Kjo është komedina që kam tek dhoma ime, e madhja, dhe nuk e kam sistemuar akoma. Po të shikoni, sirtaret janë rëmuj, kam vendosur unë gjërat e mia siç i kisha te çanta kur erdha, sepse po pres porosinë e Temos të më vira javën tjetër, dhe do të sistemoj që të gjitha sirtaret me organizueset e tyre. Kam menduar që te sirtari i parë të vendos organizueset që kam marr, që do t'ju tregoj në një video tjetër, ku do vendos të gjitha make-upet, gjërat që un kam, varse, unaza, gjëra, vath, të gjitha, dhe do shkoj të shtunën me kunatin tim tek një dyqan që është me gjëra të përdorura dhe ka gjëra shumë të mira, më ka thënë, dhe dua të gjej një pasqyrë të vogël për këtë komedinën time, dhe më pas do ta organizojmë më bukur. Tani kjo është dhurata që unë i bëra Xhesit për ditëlindje kur u takuam në Milano, e kam pikturuar unë. Dhe plani ishte që vetëm një zemër të vendosja këtu, po këtu më ra peneli nga dora, më bëri një njoll dhe u mundova të bëja 2 të tjera. Tani e love at first sight dhe mendoj se ka dalë shumë e bukur, do ta rregulloj dhe këtë se si. Kjo është një kartolinë që unë e bëra për Xhesin, por nuk dua ta tregoj sepse është një gjë shumë personale. Dhe lulja, po e mbani mend, ja ndrova vendin sepse aty te komedina ime e vogël është tubi i kaloriferëve, kardajave që kalojnë, edhe nxehta nuk i bën mirë lulës. Kështu që do ta lëm këtu ku është dhe i bie drita direkt nga dritarja që është këtu në anën këtej. Dhe do ta rregullojmë bukur. Po për momentin e kemi kështu sepse na mungojnë. Ky është outfiti që kam menduar që të vesh pastaj për të bërë fotot për këpucët. Do vesh të xhinset e Zarës, këtë çantën që është në materialin e njëjtë me këpucët, edhe këtë këmishën që nuk është e imja, por është e Xhesit, dhe më pëlqen shumë që është lino e plot, edhe ka këto vijat e holla të ngjyrës kafe, dhe mendoj se shkojnë shumë bashkë. Tani përsipër nuk e di se çfarë do vesh sepse nuk kam ndonjë palto, plus që jashtë është ftohtë, por do vesh xhupin dhe në momentin që do shkoj të bëj foto, do ta heq xhupin fare dhe do të bëj fotot vetëm me këtë veshjen. Kështu e kam menduar, nuk e di, do kontrolloj një herë nëse kam ndonjë gjë interesante aty, por kjo është veshja bazë. Sapo përfundova edhe rregullimin e dollapit, i kam vendosur me radhë, edhe kam akoma gjëra të tjera për të rregulluar sepse është edhe komedina që të presim sistemueset, organizuesit nga Temu, që ti rregullojnë pastaj akoma më mirë sepse gjithë pjesa e çorapeve, e bizhameve, e rrobave të brendshme do t'i çojmë tek sirtari dhe këtu do hapet akoma edhe më shumë vend. Doja të tregoja para se të shkoja dhe të bëj dush, sepse kam bërë flokun me vaj rozmarine, doja të tregoj pak bukën që bëra sot me tharmën. Nuk e di, por mendoj se është buka më e mirë që kam bërë ndonjëherë. Ose është nga mielli, ose është nga që temperatura këtu brenda në shtëpi është e ngrohtë, edhe tharma është aktivizuar shumë shpejt, edhe buka, nuk e di, shikoni pak çfarë konsistence ka një kore krokante dhe brenda është shumë e butë, nuk e di. Më pëlqen shumë se si ka dalë, plot me syçka. Tani shkojmë të bëjmë një dush, të lajmë flokun sepse kam gjithë vaj. Do vendos edhe një maskat që bleva në Suedi, nuk e di, po s'ja kam treguar. Kisha tranzitin rreth 5 orë gjysmë në pothuajse 6 në Suedi, e kisha goxha të gjatë. Edhe ja marr me editimin e vlogut atje, që unë e bëra për herë të dytë vlogun që ju e keni parë. Por nëse kjo është një histori tjetër. Edhe ata kanë një gjë sepse unë është hera dytë që shkoja në Suedi me tranzit. Ata kanë lekun e tyre edhe nuk pranojnë euro në cash. Unë kartë banke nuk kisha, kështu që nuk kisha të blija as ujë. Ishte duty free edhe atje shkova pyeta dhe ata i merrnin eurot, por kusurin ta jepnin në joined in harmony, a love so pure and free. You are my heart's desire.